Nga Vushtria shkojmë te Fushë Kosova e Valon Prebrezës. Fushë Kosova është tash thuajse e bashkuar me Prishtinën, por qeverisjet lokale deri më sot kanë krijuar atje një kaos urban, pa shërbime publike dhe infrastrukturë të nevojshme. Me Valon Prebrezën, i cili është dëshmuar si menaxher i aftë dhe drejtues i pa korruptuar, ne do të sjellim frymë urbane e funksionale dhe zhvillim modern për të gjithë për Fushë Kosovën. E nga ana e qeverisë sonë, zotohemi se do të financojmë dhe do të zbatojmë me shpejtësi infrastrukturën dhe impjantin për kogenerimin dhe ngrohtorën e qytetit. Prishtina e ka, duhet ta ketë edhe Fushë Kosova dhe me Valon Prebrezën shumë shpejt do ta ketë. Valon Prebreza, kryetari i ardhshëm i Fushë Kosovës. Faleminderit. I nderuar kryeministër, të nderuar kandidat për kryetar komuna, të nderuar qytetarë. Fushë Kosova është gati për një kapitull të ri. Me 12 tetor, qytetarët e Fushë Kosovës na dhanë besimin dhe ky besim është forcë për neve që në ballotazhin që do të hyjmë tani ta fitojmë bindshëm dhe ta bëjmë ndryshimin e madh historik. Sa i përket projekteve, projektet që kam i nisë hajra në Prishtinë nuk mundën pa e përfshirë dhe Fushë Kosovën. Unoza e qytetit ka lënë ka Fushë Kosova. Po ashtu, lidhja do tjetë Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obiliq. Të 3 komuna do t'jenë projektet përbashkëta, duke shtuar të gjitha projektet që kemi në plan programin tonë për komunën tonë e veçanti. Fitoria është e jonja, fitoria është e qytetarëve, fitoria është e Fushë Kosovës, andaj me 9 nëntor do të festojmë bashkë. Faleminderit.